Çdo vit shkojmë me Bashkinë Islame, çdo vit shkojnë numre. Është emocioni i parë kur e kam pa çabën, kom qajt. Veç lat kom pas nuk. Ndjenjë veçantë, por më është hera e parë që po marru për me shku në Zançajt. 60 besimtar nga Kosova shumë shpejt do të kenë nderin dhe bekimin të shkelin tokat e shenjta për të kryer umren. Ky udhëtim i bekuar realizohet falë organizimit të Bashkisë Islame të Kosovës, e cila tash e disa vite me radhë, me përpikëri dhe përgjegjësi institucionale, kujdeset për organizimin e umrës, duke u siguruar që çdo besimtar të përjetojë këtë adhurim në mënyrën më dinjitoze. Instruksionet lidhur me plan programin, procedurat dhe obligimet që i presin umregjinjt u dhanë nga përgjegjësi i Drejtorisë së Haxhit dhe Umrës në Bashkinë Islame të Kosovës, Fitim Efendi Gashi. Në mëngjesin e sotëm në ambientet e aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari, atmosfera ishte mbushur me emocione. Familjar të shumt kishin dalë për të i përcjellur umregjinjt, duke u përpjekur që çastet e ndarjes të i ruajnë në kujtime përmes fotografive dhe përqafimeve të ngrohta. Njëri nga umregjinjt që për herë të parë po nisë drejt umrës, na rrëfen emocionin e veçantë dhe padurimin për të qenë mysafiri i shtëpisë së Zotit. Ndjenjë veçantë, por më është hera e parë që po marru për me shku në Zançajt. Emocioni i veçantë, po pres. Shpresoj që është hera e parë, po s'ka më qenë hera fundit se kjo është një umre. Besoj shumë me shku tani në Haxh, po edhe në umre tjera sot ka mundësi. Në bazë që ka shku me Bashkinë Islame është gjithçka perfekt, gjithçka në rregull dhe i tash. Vetë i kryetën procedurat bashkë me njerin përgjithshëm që na i kanë caktuar, edhe gjithçka në rregull në këtë moment. Ndërkohë, zonja Selvie ndan përvojat e saj të shumta me umren, duke vlerësuar lart organizimin e Bashkisë Islame të Kosovës dhe përkushtimin e saj të vazhdueshëm ndaj besimtarëve. Asnjë agencion, asnjë person, asnjë nuk ka që është më e mirë se Bashkisë Islame. Edhe i sigurt, jemi në dispozicion me hoxhën tanë kohën. Organizimi jashtë zakonisht ka qenë i mirë. Diçka tepër i mirë ka qenë organizimi. Edhe për ata dhe nuk e ndroj. Me Bashkinë Islame, kërkoj nuk e ndroj. Numre shkoj çdo vit. Edhe në Haxh kom qenë 2 herë me Bashkinë Islame, po sa herë shkoj atje, veç edhe më shumë të ngre. Të ngre dhe natën mendoj çish me shku apet. Është emocioni i parë kur e kam pa çabën, kom qajt. Veç lat kom pas, nuk di me përshkru dhe tash, hala mi vjen me qajt. Emocionet pa përshkrushme. Nuk kom fjalë për emocione që shkojnë në shpitalat, në vend shejt, Mekën Medinë. Ky udhëtim, përveç se adhurim, mbetet edhe një dëshmi e kujdesit institucional dhe shpirtëror që Bashkia Islame e Kosovës i kushton besimtarëve të saj.